S'ka rëndësi ku ndodhesh. Ne vim tek ti. ICF Tirana. Disi foli për Tirana Fest, edhe Tirana Fest urojmë që do ftojmë gjithë shokët, shoqet, edhe pastaj pas Tirana Fest direkt të dielën fillojmë serinë e re që quhet Themelet e Forta, edhe arsyeja e serisë është kjo. Shiko, ajo që besojmë te Perëndia na ndikon dhe na formon neve, na ndikon në mënyrën si mendojmë, si duam, si falim, si sillemi në gjithë gjërat. Kështu që di çfarë do bëjmë? Seria Themelet e Forta do ketë për bazë diçka që ndoshta dikush e ka dëgjuar, shumica ka dëgjuar, por ndoshta njerëz e ka dëgjuar, Kredon e Apostujve. Kredo e Apostujve është një kredo që u themeluar në shekullin e dytë, edhe ka ndihmuar kishën të formzohet, edhe të themelohet, e ta përdorë në shumë forma. E di çfarë do bëjmë asa Kredos së Apostujve për 4 javë? Gati, do ta shohim varg për varg, ose rresht për rresht. Kështu që po ju ngrej çik pritje për javës tjetër, edhe ftoni gjithë shokët, shoqet në lidhje me këtë, sepse do jetë super seri. Tashi, nuk po vazhdojmë gjatë, se në njëri mund të thotë, ore, sigur kishim të ftuar folsin, pse filloi Altini e s'po na lën më. Është e vërtet me dorëkitje shumë të fortë. Le të ftojmë Pastor Julin. Pastor Juli ka ardhur bashkë me zonjën e tij, edhe bashkë me 2 gocat, që do kemi mundësi të njohim gocat edhe zonjën çik më vonë, po para se të shkojmë te predikimi, mirë se erdhe një. Mirë se u gjeta. Kështu që, shiko, po të shohin shu hol, ti e nga Vlora, ne s'kemi asnjë nga Tirana. Çunat e bandës ishin nga Lushnja, ajo goca me origjinë nga Korça, MC-ja me origjinë nga Shkodra, ajo goca tjetër nga Vlora. Ora, a kemi ndaj Tiranë këtu? Ka një me origjinë Tirane? Nuk vetëm Marti që ka. Jo, e solo unë se unë nusen e kam Tiranëse. Ti nusen e je Tiranëse, kështu që sot i bekov shumë, je fantastik. Shiko, a do bëjmë të muhabete, do të bëj, shiko, shumë faleminderit një herë për atë ndihmën që na dheti neve. Juli, ca e din, ca se din, bëri trajnimin e liderave të rive të kishës tonë, që ishin drejtuesit e studentëve, drejtuesit e youthve, e drejtuesit e para të rive. Çfarë bie para të rive? Si kalamaj të rritur. Është ai grup moshesh. Ishte qef, sa ishte 6 javë, 7 javë, 8 javë, 9 javë, 6 javë. 6. Ishte super qef. Edhe u mbyll në Vlorë madje. Do bëj ca pyetje, që të njohim çik më shumë. 7 pyetje gjithsej. E gati? Pyetje të vështira? Jo, nuk janë vështira. Nëse do të vendos, kjo është pyetje e brezit të ri ndoshta. Nëse do të vendosje një varg tek bio Instagramit, cilin do vendosje? Vetëm një ke mundësi me zgjedh. Vetëm një. Në fakt e kam një varg që e kam gjithmonë në zemër, edhe është një varg që më rrethëq sidomos në momentet vështira. Edhe është tek Jeremia. Okej. Kapitulli 33 vargu 3. Atë në lexosh. Shumë tresha, domethënë. Shkollaj për ta majtë. Jeremia 33 vargu 3. Mu drejto dhe unë do të përgjigjem. Sa bukur. Dhe do të njoftoj gjëra të mëdha dhe të padepërtueshme që ti nuk i di. Shumë bukur. Ky është ai vargu që unë në ato momentet e vështira kur dalë dhe zihem me Zotin. Zihesh me Zotin për çiktë? Ja zën goje këtë vargun. Ja zën goje këtë. Zot vetë ke thonë më kërko. Atëherë, prap do bëjmë si të ri një hashtag që shkon me udhtimin tënd shpirtëror. Cili do ishte një hashtag? Hashtag Vlora Forever, hashtag... Qa do ishte një hashtag kështu që do shkonte shumë me udhtimin tënd frymëror? Messy life. Qa quhet kjo? Jetë lëmsh. Jetë lëmsh. Qa do thone? Qa më duke thënë është që mua më pëlqejnë shumë surprizat, edhe më pëlqejnë shumë të paditurat. Dhe më pëlqen shumë ky rrugtimi me Perëndin kur ti nuk e di se çfarë do të ndodh nesër. Duket e aprovon dhe nuk sem, nuk e dhe? E sigur që kështu është? Ashtu është. Atëherë, prica kemi një tjetër çik më të lezetshme. Nëse jeta jote shpirtërore do ishte si video game, FIFA, a kujton, Pro Revolution, çan të lojët, cilë do konsideroje momentin si power up, si shtys nga Zoti,
që shtys nga Zoti që të ka forcuar në besim. Në të udhëtimin tënd, nëse jeta do ishte si udhëtim, kur ka qenë shtysa, fuqizimi që nga ai moment s'ku mori vrulli edhe ajo të frymore. Ka disa, në radhë parë, nëse do të ishte video game, do ishte Need for Speed. Need for Speed. Okay. A njeh këtë lojën? Edhe ka, është pak e vjetër, domethënë, për moshën time, është okay. Edhe në atë lojën ke një buton të kuq. Aha. Edhe ajo simbolizon atë shpejtësinë që ti ke nevojë. Kur ke nevojë buton e kuq? Një nga momentet më thelbësore që e mendoj shpesh në jetën time është në momentin që unë u thash prindërve të mi që jam bërë besimtar. Sa vjeç ke qenë? 13. 13? Po. A hëngër dhe trafën? Jo, më nxorën nga shtëpia. Okej. Më mirë, më e butë. Edhe shpreha ishte në qoftë se vazhdon të mbash atë që beson dil edhe nuk je më biri shtëpisë. Seriozisht. Edhe ai momenti për mua që ka qenë shumë i rëndësishëm në momentin që hapa derën për të dalë. Për të dalë. Se duket sikur histori e shkurtër u ktheva prapë në shtëpi atë mbrëmje, por që dola. Pse? Ciao mami, atë keq që mami. Jo, sepse 9 veta besnik në kishën tonë të vogël në takimin e lutjes ditën e mërkur, u lutën që Zoti ndryshonte zemrën e babait tim. Edhe në fund të atij takimi lutje, babai im ishte te dera e kishës duke pritur për mua. Po. Duke të pritet more dhe shku shtëpi. Po. Por momenti i hapjes së asaj derës, momentin marrjen e guximit për të hapur derën. Ishte hidhur, por ishte jetë ndryshues për mua. Ishte jetë ndryshues. Çurime ka damen e tha babi, kështu ti si ja kthemi në gjë. Shiko, kthehemi te bashortja. Bëjmë çik mohabet martese tash. Kur e kuptove që kjo goca nga Tirana, kjo bashortja jote, kjo është goca e duhur. Sa vjeç ishe? Ne ishim të dy 19 vjeç. Keni qenë në shkollë të dy? Ku e njofte ti? Ne jemi njohur në Malzi. Çto? Hajër. Ishit në kamp? Ishim në një konferencë në Maltëzi ku qeveria e Norvegjisë po mundoi të bashkonte studentët serb me studentët kosovar dhe përdorte studentët shqiptar. Shife. E ti përdore goca Tiranë se përdore dashurinë? Jo, unë shfrytëzova lekët e qeverisë serbe për gjetur nuse. Ja, shife. Shiko ç'a bën urtësia. Kjo është urtësia te Jakobi që thot Zoti kërkoni urtësi? Po mirë, nga e kuptove ti tash, na e çik detaje, dhe hyçi në nga e kuptova te sesioni 1, te sesioni 2 konferencës, sesioni 3. Jo, në fakt darkën Buzdetit. E kuptova në autobus duke u kthyer për në Shqipëri. Pas 15 ditësh konferencë, ishte konferencë gjatë. 15 ditë. 15 ditë. Ditën e 5, duhet 15 ditë se ndodhin fund. Paguajnë norvegjezët më burr. Norvegjez, sa më që kemi Joridën kështu do mërzitë Jorida. Te kemi norvegjezë këtu. Kontrollova e pash që nuk ishte, prandaj e përdora. Të përshëndesim online Nedi dhe Jorida. Më duket se janë Vlorë. Janë Vlorë, po. Atëherë, një nga vargjet, tash prapë me vargjet kam kapur, por këtë herë varg që është i rëndësishëm për të dy ju si çift. Keni një varg Bibla që ju flet për martesën, për jetën, shërbesën? Po, kemi Josueun. Josueun cilin? Josueun 24, 15. Sa për mua sa për mua dhe për familjen time do t'i shërbejmë Zotit. Është një varg që kemi kornizë me gjëra, keni vetë. Jo, nuk e kemi bërë, e kemi bërë në zemrat tona. Në zemrat, pam aty. Është një varg që ne kemi praktikuar gjatë gjithë jetës martesore, sepse kemi bërë një premtim. Lidhje me këtë vargun? Në lidhje me këtë vargun. Hajër. Kur ne jemi martuar, i kemi premtuar Zotit që njëri nga ne do të jetë gjithmonë në shërbim Perëndis. Dhe tjetri do të punoj. Ti kur hodhët zarët aty 6, ha? Që të punoja. Që të punoja. Po. Shiko, do bëj një pyetje tjetër, po është pa lidhje. Kush fal më shpejt ti apo ajo? Unë. Jo. Po ajo është nga Tirana, është robi but. No comment. Menova nga Vlora, kush të lësho rrugë nga Vlora, po jo, ti që e Flori. I e kam gabim. Sa mirë që dola gabim. E kam gabim. Në këtë rast, sa mirë që... Pyetja funit. Orë, kur fillove të shërbejet e kisha? Si vullnetar fillim, pastaj si pastor, si drejtues? 13 vjeç. 13 vjeç? 13 vjeç si vullnetar. Ti sa besove Krishtit nesme fillove?
Diku tek 6 javë më mbrapa. Më fal, një 6 javë më mbrapa. 6 javë më mbrapa fillohet shërbeja në takimin e fëmijëve. Aha. Edhe mbas asaj në moshën 16 vjeç e pak fillova të predikoj ankish. Ua, shife. Kemi ne 6, Mateo kush Mateo? E thot Mateo që kam turp me prediku. Mateo ke radhën javës tjetër. Fix. Pastaj në moshën 18 vjeç isha drejtues në për shërbesa të ndryshme, por u bëra drejtues nga halli në Kish, se kishte nevojë, dhe në 23 vjeç u bëra pastor. Nga e ditë ta gëzosh. Je shumë bekim, hajde të lutemi bashkë edhe mezi po presim mesazhin, çfarë mesazhi do na japësh. O atë në emrin e Jezus, lutemi të falenderojmë për vllazërinë, të falenderojmë për Kishën atje në Vlorë edhe të jemi njohës për Julin, familjen e tij, për kushtimin që kanë, edhe lutemi frymë shejt na shërben neve eksakt nëpërmjet tij me një gjë që shkon me situatën kur secili prej nesh. Në emrin e Jezus lutemi dhe besojmë. Amen. Shumë faleminderit që më jepni mundësinë që të jem me ju, edhe të jem këtu tek ICF-ja. Unë nuk doja ta thoja në momentin që isha me Altinin, po më ka lënë, e keni parasysh kur pi një pije që se ke provuar ndonjëherë, edhe pastaj fillon edhe, do me thënë, ndjesia e parë që ke në këto pijet e reja është ose të pëlqen, ose s'të pëlqen. Është love it or hate it. Edhe realisht kur erdha kur Altini më ftoi që të mund të studioja së bashku me drejtuesit tuaj të rinjve, unë kisha dhe 3 çuna nga Kisha me vete, që dhe ata po studionin njëkohësisht për të bërë dishepuj sipas modelit të Zotit Jezus. Ajo që më ka bërë shumë përshtypje dhe më ka lënë një shije fantastike është dashuria të rinjve tuaj për Krishtin. Edhe nuk është normale. Edhe këtë dua t'ju a them publikisht atyre që ishin në këto 6 javë studim, nuk është normale që Zoti ka vënë në zemrat tuaja një dashuri të tillë për t'i shërbyer atij dhe për të rinjt. Edhe në fakt tema që zgjodha duke folë dhe me Altinin është një temë që unë e kam shumë për zemër, është tema zemra e misionit, thirrja e Zotit për Kishën e tij. Tani, unë nuk e di se sa vite, përveç disave që i njoh këtu tek ICF-ja, nuk e di se sa vite ti ke që po vjen në Kish. Nuk e di edhe arsyen pse ti vjen në Kish. Do me thënë sepse në këto kohët moderne arsyet mund të jenë të ndryshme. Por realisht zemra e misionit edhe thirrja e Zotit për Kishën fillon nga Zoti. Altini pak më përpara po fliste për kredon e apostujve, edhe po fliste në lidhje me rëndësinë e kredos së apostujve. Realisht në jetën time, unë ju tregova pak a shumë një rrugtim të shkurtër të timit në besim. Kam kaluar në disa faza, kur unë bëra besimtar edhe isha i ri, faza ime e parë në besim ishte e tillë, unë doja të bëja gjithçka që kisha mundësi për Zotin, pavarësisht se sa isha i bindur që kjo gjë ishte e drejtë biblikisht. Dhe thot, nga ajo mosha 13 deri në moshën 17-18 vjeç, unë do të bëja gjithçka dhe shpreha ime do të ishte nuk kam kohë të merrem me teologji, sepse ka njerëz aty të pashpëtuar. Pastaj erdhi një fazë e dytë, mosha 18 edhe lart ku e njihja goxha mirë teologjin, e njihja goxha mirë Perëndin, edhe thoja që do kem kohë ta njoh Zotin kur të jem në parajs, por tani duhet të punoj për të. Dhe pastaj erdhi një fazë e tretë në jetën time. Edhe kjo faza e tretë në jetën time ishte e tillë, si mund t'i shërbej një Zoti që nuk e njoh? Edhe kjo ishte pyetje e parë që do t'ju doja të reflektonit një moment. Sa i njeh zemrën e Perëndis? A
ajo që ti bën e drejtuar nga njohuria që ti ke për të. Misioni nuk është thjesht diçka që kisha apo një individ i caktuar bën. Në të vërtetë misioni është ajo që Zoti bën dhe ai na fton neve të bashkohemi me të. Tani nuk e di sa prej jush çfarë ju një vjen në mendje kur dëgjoni fjalën mision. Se di si e bëni në kishën tuaj ju këtu, lejoni njerëzit që të përgjigjen? Okej. Çfarë ju vjen në mendje kur dëgjoni fjalën mision? Luftë. Rrugë e gjatë. Detyrim. Tjetër. Si? Premtim. Si e lidh misioni me premtimin? Futesh, faleminderit. Misioni në fakt është shumë herë më i madh se çdo lloj fjale që ne mund t'i bashkangjisim atij. Sidomos misioni i Perëndis. Andy Stanley, që është një autor i famshëm librash, thot kështu: misioni i Perëndis, thot, është më i madh se çdo kish apo çdo organizat. Ne jemi thjesht instrumenta në dorën e tij për të përmbushur atë mision. Pra, gjëja e parë që dua të ndaj me ju vëllezër mota është kjo. Ne jemi ftuar nga Perëndia për të qenë pjesë e misionit të tij. Por pjesa që ne bëjmë është shumë herë më e vogël se sa plani që Perëndia ka për kishën. Sepse Zoti jon është një Zot në mision. Zoti ynë është një Zot që shpëton dhe dërgon. Edhe dua ta theksoj, misioni i Perëndis fillon me shpëtim, pastaj me dërgim. Tani çfarë dua të them me të gjitha këto gjëra? Dua të them që në të vërtet, kur ne flasim dhe jemi të përkushtuar në të bërit gjëra për Zotin, tani un kam ca sekrete duke fol me Altinin, do t'i nxjerr sot sekretet e kishës tuaj, po sepse ne bisedojmë si vëllezër, ne bisedojmë për atë që i përket veprës së Zotit. Un jam shumë i lumtur që kisha juaj është impenjuar tek Tirana Fest për shembull, edhe që doni me të vërtetë të dilni aty jashtë edhe t'u thoni njerëzve, ne jemi këtu me dashurinë e Krishtit në dorë. Afro. Edhe me sa kam unë informacion, 75% e ICF-s është e impenjuar në diçka. Antarë të kishës tuaj, ju vetë, jeni duke bërë diçka në kishë. Dhe unë sot nuk dua të dekurajojnë atë që bëni, se sa të fuqizoj më shumë atë që ju po bëni. 6 shtyllat e një misioni biblik, si pas teologjisë biblike. Tani, shkurtimisht, çfarë do të them me teologji biblike? Fjala teologji vjen nga greqishtja, edhe është një fjalë e përbërë nga fjala theo, edhe nga fjala logjik. Edhe në vetvete termi teologji do të thotë të studiosh mënyrën e të menduarit të Perëndis. Dhe unë sot dua të ndaj me secilin prej jush se kush është teologjia e Perëndis për misionin. Si e mendon Zoti misionin? Nuk është një leksion teorik, por është një vëzhgim biblik në mënyrën se si Zoti e bën misionin dhe çfarë mund të mësojmë secili prej nesh. A.W. Tozer, që është që ka qenë një teolog i famshëm i krishterë, thotë kështu: teologjia nuk është vetëm për të mësuar gjëra të reja, pra të studiuarit të mënyrës se si mendon Perëndia, nuk është vetëm për të mësuar gjëra të reja, po për të marrë vendimet e duhura në jetën edhe në shërbesën tënde ndaj Zotit. Pra, ajo që dua të ndaj me ju sot edhe sipas Tozerit nuk është t'ju jap disa informacione të reja.
por dua që së bashku të mund të shikojmë nga fjala e Zotit dhe të mund të mësojmë të marrim vendimet e duhura. Kështu që duke folur për teologjinë e misionit, një nga elementet janë 6 elemente të teologjisë së misionit dhe elementi i parë i teologjisë së misionit është teologjia e shpalljes. Çfarë dua të them me teologjinë e shpalljes? Ju e keni vargu në sfond tek Veprat e Apostujve kapitulli 1 vargu 8, kemi Zotin Jezus i cili ishte ringjallur, edhe ishte me dishepujt e tij, ndalon në një moment të caktuar përpara se ai të ngrihet në qiell, dhe u thot dishepujve të tij këto fjalë: por ju do të merrni fuqi kur fryma e shenjtë do të vijë mbi ju, dhe ju do të jeni dëshmitar në Jeruzalem, në të gjithë Juden, në Samari dhe deri në skajin më të largët të dheut. Zoti, Perëndia që unë edhe ti besojmë, ka një vizion global për njerëzimin. Zoti nuk shikon vetëm Shqipërinë e vogël. Zoti nuk shikon vetëm Tiranën dhe Zoti nuk shikon vetëm ICF-n. Altini pak me shaka kur ne po flisnim në fillim, thaj që shiko, a ka ndonjë Tiranës këtu? Realisht ky është vizioni i Perëndisë. Nga të gjitha anët për të shpallur lavdinë e tij. Kështu që kur unë shikoj ata çunat që ju kishit nga lushnja këtu në skenë, unë i njoh që kur ishin, se po të them se sa të vegjël ishin, i bie të them se sa i moshuar jam unë, por i njoh që shumë të vegjël, dhe sa herë që i shikoj dhe kur i shikoj online tek ICF-ja, më mbushen syt me lot. Sepse është vendosja në praktik e vargu të Veprave 1:8. Teologjia e shpalljes ka të bëjë me të shkuarit më tej. Teologjia e shpalljes ka të bëjë me të sfiduarit të vetes tënde për të qenë në shërbim të Perëndisë atje ku ai të do. Teologjia e shpalljes, sipas një teologu tjetër që quhet Karl Barth, thot kështu: Perëndia nuk është i njohur në mënyrë të pavarur nga njeriu, por vetëm përmes shpalljes së tij në Jezus Krishtin dhe në shkrim. Shpallja është akti hynor me të cilin Zoti zbulohet në mënyrë të plot edhe të besueshme. Në qoftë se je në mision, në qoftë se realisht je besimtar, ti je në mision. Vin paket, nuk vin të ndara. Një besimtar nuk mund të thot misionin e bëjnë ata që dalin aty predikojnë, ata që punojnë me fëmijët, ata që punojnë me para adoleshentët, ata që bëjnë adhurimin. Jo, një besimtar është në mision. Në qoftë se je besimtar, je misionar. Nuk ka ndarje. Dhe shembulli vjen vetë nga Perëndia, ai që është Perëndia krijuesi, e shpalli veten nëpërmjet Jezus Krishtit. Dhe ftesa për secilin prej nesh është kjo. Në radhë parë, e vërteta është që zemra e Perëndisë rreh për të gjithë botën. Zbatimi i kësaj të vërtete është e tillë: duaje të afërmin tënd, por mos u ndal vetëm kaq. Ngrihi syt drejt atyre që ende nuk kanë dëgjuar. Dhe sfida për ty, ose pyetja për ty është kjo: si po merr pjesë ti me shërbimin tënd në vizionin global të Perëndisë? Ja ku jap një sfidë praktike, meqense jemi një javë përpara Tirana Fest. Ata që ishin në trajnimin e dinë që mua më pëlqejnë këto sfidat praktike. Që ti je sot në kish është sepse Zoti të është shpallur ty. Që ti je sot në kish është sepse dikush ka ndarë ungjillin me ty. Çfarë do të pengonte të ftoje 5 veta të dëgjonin ungjillin nga, unë ja harrova emrin atij djalit të Luis Palaut, Andrew Palaut, në sheshin Skënderbej datën 26.
Çfarë do të pengonte ty të ftoje 5 veta? Në qoftë se je besimtar, je misionar. Në qoftë se je misionar, ti duhet të shpallësh Perëndin në të njëjtën mënyrë si ai e shpalli veten nëpërmjet Jezus Krishtit. Kjo ishte elementi i parë, teologjia e shpalljes. Po ka një element të dytë të teologjisë së misionit që është teologjia e mishërimit. Mua më pëlqen ky element i dytë më pëlqen jashtë mase. Tek Gjoni kapitulli 1, vargu 14 thuhet dhe fjala u bë mish dhe fjala banoi në ne, në mes nesh. Shikoni, kur ne flasim për shpalljen, kur ne flasim për misionin e Perëndis, kur ne flasim për të ungjillizuar, u përdor një fjalë tjetër në fillim të takimit ton, ne flasim ndonjëherë në mendjen tonë është pastori del këtu përpara edhe shpall. Edhe kjo do të ishte në të njëjtën mënyrë si kur Zoti të vazhdonte të rrinte në qiell dhe t'i fliste njerëzimit nga qielli. Realisht Zoti nuk bëri këtë gjë. Realisht vargu tek Gjoni 1:14 na thuhet që Zoti nuk e deshi botën nga larg. Në fakt Zoti zbriti. U bë mish. Teologjia e mishërimit në vetvete na mëson që mos t'i duam të tjerët nga larg, por t'i duam të tjerët duke qenë prezent në jetën e tyre. Në qoftë se do t'ju bëja një pyetje, kur Zoti Jezus zbriti nga qielli për në tokë, nga çfarë hoqi dorë? S'është pyetje retorike, është nga ato pyetjet që pres përgjigje. Në momentin që Zoti Jezus zbriti nga qielli në tokë, nga çfarë hoqi dorë? Çfarë sakrifikoi? Hynin e ti. Faleminderit Olta. Olta është nga kisha ime në Vlorë. Hoqi, faleminderit. E thash që t'ju sfidoja pak. Privilegjet që kishte, tjetër. Si? Fronin. Ishte në fron. Në fillim ishte fjala dhe fjala ishte me Perëndin dhe fjala ishte Perëndi. Tjetër. E zbrazi veten nga çdo gjë. Mori trajtësinë. La gjithçka që kishte. Shikoni, Perëndia mund të vinte në çdo lloj mënyre të mundshme në tokë. Sepse është Perëndi. Por Zoti Jezus si erdhi? Erdhi si foshnjë. Tani pyetja ime është, çfarë po lë ti për të mishëruar në misionin tënd si besimtar misionar në vendin tënd të punës, në familjen tënde, në lagjen tënde, në pallatin tënd, edhe të gjitha me radhë. Nëse ai që ishte Perëndia vendosi të linte të gjitha këto gjëra që ju mi thatë edhe shumë gjëra të tjera, po ti çfarë po sakrifikon? Për të qenë pjesë e misionit të Perëndis. Charles Spurgeon, një teolog tjetër shumë i famshëm i shekullit kaluar, thotë kështu: Jezusi u bë mish për ne, që ne të mbuon të bëhemi frymë për të. Ai nuk qëndroi në lartësinë e qiellit, por erdhi dhe u bë njëri prej nesh, që të na ringjall edhe të na shpëtoi. Shikoni, vëllezër edhe motra, ne nuk mundet të jemi dëshmitar të Perëndis në këtë tokë në qoftë se nuk sakrifikojmë. Se çfarë e di ti me Perëndin? Se çfarë po të kërkon Zoti të sakrifikosh, e di ti me Perëndin. Unë mund të them këtë gjë, një kuriozitet shumë interesant, nga 12 apostujt, vetëm njëri i vdiq nga një vdekje natyrale. Në qoftë se
me të vërtet keni menduar ndonjëherë si ka mundësi në 2 shekuj krishtërimi u rrit nga 12 persona në gjysmën e mbretërisë romake? Është sepse ata besimtarët ishin misionar të mishëruar. Besimtar, misionar i mishëruar. Që do të thotë të bëhesh një, siç thoshte Spurgeon, të mund të bëhesh një me njerëzit, që të mund të japësh atyre të vërtetën e Perëndisë. Dhe në lidhje me mishërimin, e vërteta është që mishërimi nuk është një ide, por është një bindje që të kushton. Zbatimi, misioni i vërtet kërkon kohë, para, sakrificë dhe përkushtim. Besimtar, misionar. Sfida, ku po të thonë Zoti të hysh në jetën e dikujt? Me çfarë kosto personale për ty? Vëllezër dhe motra, jeta e krishter ka kosto. Nuk është pa kosto. Në qoftë se është pa kosto, ka diçka që nuk shkon. Pastaj kemi atë që është teologjia e misionit edhe është teologjia e të nxënit. Teologjia e të nxënit tek Veprat e Apostujve kapitulli 17 vargu 23 thot ndërsa shëtiste, thot Pali, ndërsa unë isha duke shëtitur, thot, shikoja objekte adhurimi, edhe pastaj thot të fjalën aty, gjeta. Çfarë gjeti Pali? Në radhë të parë, përpara se ti përgjigjemi pyetjes çfarë gjeti Pali, kemi diçka tjetër që mësojmë nga apostulli Pal. Pali hetonte dhe studionte njerëzit me të cilët jetonte. Kjo thuhet për Athinasit. Kjo shprehet e Veprat 17. Dhe thot gjeta, thot, të gjitha bustet e atyre perëndive që ju adhuroni dhe në fund të rreshtit, thot, ki ju kishit bustin e perëndis pa emër. Thot, unë jam këtu për t'ju shpallur këtë perëndi. Teologjia e të nxënit ka të bëj me idenë që ti duhet ta njohësh fushën tënde të misionit. Ti duhet i njohësh njerëzit të cilët ti do të ndash ungjillin. Duhet të njohësh botë kuptimin e tyre, duhet të njohësh çfarë mendojnë ata, si mendojnë ata, pse mendojnë ashtu ata. Të njëjtën gjë bëri Zoti Jezus. E dini se sa pyetje bëri Zoti Jezus në Bibël? Ka ndonjëri parasysh? Dikush i ka numëruar dhe thonë që ishin 670. Pse ju mendoni që Perëndia nuk dinte përgjigje? Por Zoti Jezus erdhi në mision për të na treguar rrugën. Ai i njohu ata të cilët ndau fjalën e Zotit. Ja tu bëj një pyetje unë tani. Sa prej jush e din emrin e pastruses së pallatit? Apo keni shtëpi private ju në Tiranë, se mos keni shtëpi private, po mimo do thoni që e njini se është emri mamit. Shikoni, ju a bëra pyetje në lidhje me pastruesen e pallatit, sepse ideja është që është personi që pavarësisht se sa mire bën atë punë, është personi që bën atë punë pa e parë njeri. Nuk e di se si funksionon këtu, po pastrusët tek ne, pastrusja jon pastron në orën 5 të mëngjesit. 5:20, diçka e tillë. Ajo e ka emrin Lina. Ju a bëra pyetjen sepse ne nuk mund të jemi përzgjedhës në të njojturit të atyre që Zoti ka përgatitur zemrat që dëgjojnë fjalën e ty. Por ne duhet ta vëmë veten në shërbim. Brennan Manning, për këtë do të ndaloj vetëm një moment t'u shpjegoj, është autor i kohëve tona. Ky ka qenë prift katolik dhe për shumë vite
vuante në jetën e tij me vartësi. Disa lloj vartësisë, ka një libër biografik që mund ta lexoni. Ju a them këtë gjë sepse ky Brennan thot kështu për misionin. Misioni i vërtet fillon me dëgjimin e thellë, jo duke folur për atë që dim, por duke kuptuar se çfarë njerëzit kanë nevojë të dëgjojnë. Shikoni vëllezër e motra, ne të krishterët, këtë ju a them nga eksperienca, unë kam qenë në punë shteti për më shumë kohë se sa kam qenë kohë plot në kish. Por edhe nga eksperienca me familjarët tanë. Ne si të krishterë shpeshherë bëhemi të bezdisur me fetarizmin tonë. Në familjen time, për momentin, unë nuk kam asnjë person tjetër besimtar në Zotin. Edhe unë lutem për të gjithë ata. Mamaja ime frekuenton takimet e kishës tonë, edhe kam një vllaj që ndodhet në Amerikë, dhe e bëj të qëllimshme që sa herë që mund të kem një udhëtim të shkoj ta vizitoj dhe të ndaj ungjillin. Qëllimi im është gjithmonë dua t'u shpall atyre vllajt edhe nuses ungjillin. Dhe isha këtë prill për një vizitë shumë të shkurtër tek ata. Dhe në një moment caktuar rreth e rrotull tavolinës, po bisedonin për gjëra të ndryshme dhe në një moment, jo në një moment caktuar, po gjatë gjithë kohës, unë isha i fokusuar te një byrzylyk që kunata ime kishte, që ishte me atë syrin e Allahut. Biseda ishte e tillë ku ne po flisnim për Krishtin, ku ne po flisnim për shumë gjëra tjera dhe në një moment caktuar unë ndalova dhe i them, po ti çfarë ke atë byrzylyk? E dini çfarë ndodhi? Që nga një moment për 4 ditët e ardhshme nuk folëm më për Zotin. Sepse kunata ime tha ti gjithmonë fokusohesh në këto lloj detajesh. Ashtu siç ju lexova nga Brennan, i cili thot misioni i vërtet fillon me dëgjimin e thellë, jo me atë që ne dim. Nuk jemi ftuar të shkojmë me shpatë tek të tjerët, sepse Zoti Jezus nuk e bëri në mënyrë të tillë. Por jemi ftuar që të mund të njohim nevojën e atyre që na rrethojnë. Dhe të mund të shpallim Krishtin dhe jo fetarizmin tonë. Për mua, kur u ktheva në avion dhe reflektova në të gjithë këto gjëra, qava përpara Zotit. Me lot. Sepse në të vërtet, shpeshherë në vend që të jemi besimtar, misionar, ne bëhemi besimtar, fetar. Aplikimi të nxënit. Misioni fillon duke dëgjuar. Mëso gjuhën e personave që të rrethojnë, sjelljen, nevojat e tyre. Mos paragjyko, po pyet. Sfida për juve këtë javë, tani unë e kam lënë 3 aty, po do ta bëj 5, meqense e nisa me 5, është pyet 3 persona gjatë kësaj jave. Çfarë mendojnë për jetën? Ku e gjejnë shpresën? Dhe çfarë ndjejnë se po mungon në jetën e tyre? Ke pyetur ndonjë nga kolegët e tu për këtë gjë? Ja një histori tjetër të shkurtimisht. Altin, ti nuk më ke thënë orar mua. Okej. Gjithsesi kam çupën e madhe aty që më thanë, po e kalove mbi 30, unë do të rri kështu. Para disa muajsh po porosisja targa te këto targat e shqiptare. Ke parasysh porositen online që të bëjnë targën shqiptare siç e do ti? Edhe porosita disa targa, po kisha një problem dhe po shkruaja emaile me atë gocën që punon te DRSHTPR-ja. Kështu quhet me të vërtet institucioni. Edhe në një moment të caktuar, kunati im që punon në të njëjtin institucion më merr në telefon. E më thot, o Jul, thot. A i them, ore, qa ke bërë këtyre të zyrës time? I them unë asgjë.
edhe më thot, në emailje që ata kanë marrë prej teje, në fund të emailit ti kishe një varg biblik. Dhe kjo goca e zyrës e ka marrë, e ka printuar dhe e ka ngjitur në çdo cep të zyrës tonë. Edhe vargu biblik është unë i di planet që kam për ty, ato janë dhe me radhë. Edhe i thash, po kush është arsyeja? Edhe më thot, sepse këta njerëzit e zyrës time, gocat, ishin gjitha goca, të zyrës time, kanë qenë duke folur në lidhje me Zotin. Shkoni, një varg në fund të një emaili që unë kisha harruar që e kam lënë atë vargun atje, se çfarë ndryshimi bën. Njerëzit kanë nevojë që ti të interesohesh për ta, jo t'u japësh leksione feje. Kështu që po ju sfidoj që të mund t'i pyesni njerëzit gjatë kësaj jave. Pastaj kemi atë që quhet teologjia e përshtatjes. Shpejt edhe 3 kemi dhe do kalojnë më shpejt këto se 3 të parat. Dhe tek e pare Korintasve, kapitulli 9 vargu 19 na thuhet kështu, sepse megjithse jam i lirë nga të gjithë, unë e bëra veten shërbëtor të gjithëve që të mund të fitoj sa më shumë. Besimtar, misionar. Kush është qëllimi i jetës tënde, të bëhesh i njohur apo të bësh Krishtin të njohur? Apostulli Pali kishte shumë të qartë qëllimin e jetës së tij. Pali u bë gjithçka për të gjithë që të shpëntonte disa. Kjo nuk ishte kompromis. Pali nuk u bë si ata, por i shpalli dashurinë e Krishtit atyre. Teologjia e përshtatjes na mëson këtë gjë. Jezusi nuk kërkon që ne të ndryshojmë të tjerët duke u imponuar atë, por duke bërë pjesë e jetës së tyre, duke kuptuar nevoja dhe realitetin e tyre. Misioni është të jesh aty ku janë njerëzit dhe jo të presësh që njerëzit të vinë tek ti. Timothy Keller, një vllai i dashur që tashmë ka shkuar me Perëndin. Tirana Fest, ai vllai që po drejtonte takimin sot është i lumtur se do të ngulitet në mendje Tirana Fest sot. Është e sigurt. Mos prisni që njerëzit të vinë në kish, vëllezër edhe motra. Duhet shkojmë ne tek njerëzit. Në njëjtën mënyrë si Zoti Jezus, pyetje, më pëlqejnë këto pyetje të shoh. Ku predikoi Jezusi? Në det, më pëlqen, ti ke qenë në anije, prandaj. Në mal. Tjetër, në kish. Po, predikoi dhe në kish. Tjetër, ku predikoi Jezusi? Në sheshe, gjatë rrugëve, në obor, brenda në shtëpi. Tjetër. Në kryq. Më pëlqen ajo. Tjetër, ku predikoi Jezusi? Ka shumë vende. Në treg. Në vaki. Në varrim, si e quani ju, se mos përdor terma vlonjat unë edhe s'm kuptoni ju. Në dasëm. Jezusi predikoi në të gjitha vendet që ai ishte. Ku është hera e fundit që ti ke ndarë ungjillin? Altini do thotë në kish. Sforcoje veten tënde dhe mendoj edhe një herë këtë pyetje. Ku është hera e fundit që ti ke ndarë ungjillin? Tani po të sfidoj dhe të mendosh pak ditën tënde sot, të dielën. Në sa vende ke qenë dhe ke patur mundësi të ndash ungjillin? Shikoni, besimtar është e lidhur ngushtë me misionar. Nuk mund të jesh besimtar pa qenë misionar dhe nuk mund të jesh misionar pa qenë besimtar. Vëllezër edhe motra, Apostulli Paul, Perëndia jon Zoti Jezus, shpalte gjatë gjithë kohës duke u përshtatur në vendet që ai ndodhej.
ai nuk hapte Biblën, ai nuk citonte Dhjatën e Vjetër gjatë gjithë kohës, por përdorte mënyra të ndryshme në vende të ndryshme. Çfarë je duke përdorur ti për të përshtatur? Shiko, e vërteta është që misioni nuk është një program, misioni është prezencë. Është më e lehtë të ndash ungjillin me personin të cilin ti bën pazarin, se sa me një person të cilin ti fton në kish. Misioni zbatohet kur ti shkon në rrugë, në kafe, në shkollë, në shtëpi, në konvikt, në koncert, në aktivitete kulturore, në jetën e qytetit. Jezusi jetoi një jetë të zakonshme. A jemi ne të pranishëm në jetën reale të njerëzve, apo të fshehur në mjediset tona fetare? A jetojmë ne me njerëzit, apo jemi strukur në atë tullumbacen ton të krishterë? Shko, unë nuk e di, këte kam bërë gabim se nuk jam informuar, po sa prej jush kanë qenë teatr 2 javët e kaluara? Sa prej jush kanë qenë kinema? Kjo ishte për kuriozitet e kinema, se nuk mund të flasësh në kinema. Sa prej jush kanë qenë në koncert? Shkoni, vëllezër e motra, njerëzit që ne duam të shpallim Krishtin jetojnë në këto lloj aktivitetesh. Po të ishte sezoni futbollistik, do thoja sa prej jush kanë qenë në stadium. Por njerëzit jetojnë në këto lloj ambientesh. Ne të krishterët çfarë bëjmë? Strukemi në ambiente të tjera. Në fakt, ajo që fjala e Zotit na mëson, edhe nëpërmjet apostullit Paul, edhe nëpërmjet Zotit Jezus, është që ne duhet të përshtatemi në kulturën që jetojmë. Jo të bëhemi si kultura, por të jemi aty për njerëzit që na rrethojnë. Shikoni, përshtatja, teologjia e përshtatjes ka të bëjë me në qoftë se një komshiu juaj ka një problem serioz frymor. Të gjithë kanë, sepse Bibla thotë që lufta jonë nuk është kundër trupit edhe mishit, por kundër pushteteve, fuqive dhe principatave. A do drejtohet ky komshiu jot tek ty? A keti këtë lloj marrëdhënie me këtë person, me këta persona që të rrethojnë, që të drejtohen tek ty? Përshtatja ka të bëjë me të qenurit prezent. Përshtatja ka të bëjë me të qenurit aty me njerëzit kur ata kanë nevojë. Dhe pastaj kemi teologjinë e përqendrimit. Tek e parë Korintasve 2:1 na thuhet kur erdha tek ju nuk erdha me një fjalim madhështor ose me dituri, por erdha për t'ju shpallur dëshminë e Perëndisë. Në një vend tjetër apostulli Paul i thot Timoteut, i thot, mos u merr thot me përralla të kota, por merru me gjëra që kanë vlerë. Si historia që u tregova me vllajin tim, a kishte vlerë një byrzylyk apo biseda që po bëhej? Ishte biseda. Por unë me çfarë u mora? Me përralla. Dietrich Bonhoeffer, nuk e di sa prej jush e njohin, duhet ta njohni se e kam dëgjuar Altinin që ka cituar, kështu që ai thot kështu: qëndrimi në vërtet përpara botës, që kërkon arsyetime dhe shkëlqime, duhet të jetë thjesht besimi në Krishtin e kryqëzuar, asgjë më shumë dhe asgjë më pak. Bonhoeffer ishte pastor gjatë lulëzimit të nazizmit në Gjermani. Dhe kisha e tij ishte e mbushur plot e për plot me këta që quheshin SS, SS, policia sekrete gjermane. Dhe ai çdo të diel
dilte përpara kishës dhe thoshte Jezusi ishte jude. Dhe çdo të diel mbas kishës atë e merrin në komisariat dhe i thoshin pse e the këtë gjë. Dhe e dini kush ishte përgjigjja e tij? Gjithmonë. Përgjigjja e tij ishte është shkruajtur. E keni në një nga biografitë si histori të Bonhoeffer. Dhe ka një mësim të madh. A transformojmë ne besimin ton në bazë të situatës ku ndodhemi, apo jemi besnik të vërtetës biblike? Teologjia e përqendrimit është që mos të humbasim në përralla, por të mbahemi fort tek e vërteta. Dhe të mbahesh fort tek e vërteta do të thotë ta njohësh të vërtetën. Jezusi nuk është shtesë e predikimit ton. Ai është qendra. Mesazhi ynë nuk është rreth nesh apo nevojave, as rreth modës. Mesazhi ynë është rreth shpëtimit nëpërmjet besimit në Jezusin i cili erdhi, jetoi, vdiq në kryq, u ringjall të tretën ditë, është në praninë e Atit dhe do të kthehet një ditë. Vëllezër edhe motra, kjo është e vërteta biblike që ne duhet të përqendrohemi dhe nuk mund të merremi me gjëra të tjera. A është shërbesa jote e përqendruar te Krishti apo është përqendruar nga zhurma? Në fund fare, teologjia e dashurisë. Njerëzit nuk duan t'ja din fare se sa shumë ti di, derisa të shohin se sa ti interesohesh për ta. E bëra grupin e medias tashmë lëmsh, ishte slajdi tjetër dhe kjo jo slajdi i vargut. Teologjia e dashurisë, Hudson Taylor ishte citimi që unë sapo ju thash. Njerëzit nuk duan t'ja din se sa ti di derisa ta zbulojnë se sa ti interesohesh për ta. Grupi që bëri studimin me mua e din shumë mirë këtë shprehje sepse e kam parim në jetë. Njerëzit nuk mund të jenë projekti jot i radhës. Në qoftë se nuk e do dikë me gjithë zemër, mos e ndaj ungjillin. Por në qoftë se ndodh që ti nuk e dë dikë me gjithë zemër, ka diçka tjetër që nuk shkon. Dashuria e Perëndisë u shpreh në mënyrë të tillë që kur ne ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne. Teologjia e dashurisë ka të bëjë me të tjerët përpara teje me Perëndin. Teologjia e dashurisë ka të bëjë me misioni pa dashuri është thjesht zhurmë. Këti, sa nga kisha ju e kanë studiuar për marketing ose biznes? Ka qenë dhe goxha e famshme kur unë isha student. Edhe koncepti i zhurmës është një koncept biznesi. Koncepti i zhurmës është ideja që kur ti bën një fushat marketingu, zhurma të devijon mesazhin. Dhe fushatat e marketingut, suksesin e tyre e masin në bazë të fushatës që ti ke, filtrimit nëpërmjet zhurmës dhe çfarë dëgjojnë të tjerët. Realisht, të qenurit besimtar, misionar, do të thotë ti duash njerëzit me të vërtet dhe jo me fushata marketingu. Po i kthem pastruese së pallatit. Sa prej jush i thon mirëmëngjes i pastrueses së pallatit? Po të tjerët pse? Shikoni vëllezër edhe motra, e vërteta e aplikimit të dashurisë është kjo, misioni pa dashuri është thjesht zhurmë. Dashuria e vërtet jep ungjillin, nuk është selektive, nuk imponohet, por jep veten në mënyrë të plot. Nuk e din nëse mund ta nxjini atë slajdin e parafundit. Faleminderit.
Këto janë 6 elementet kryesor të misionit të Perëndis në tokë. Deri tani, unë u mundova t'ju a shpjegoj si vepron Zoti dhe si kërkon Zoti të veproj nga ne. E nisa nga 1 dhe përfundova te 6, po shikoni se çfarë ndodh nëse fillojmë nga 6. Unë i dua njerëzit. I dua njerëzit me një dashuri të tillë sa jap jetën për të tjerët, sepse dashuria është shenja më e madhe e krishtërimit. Duke i dashur njerëzit, unë përqendrohem që njerëzit nëpërmjet marrëdhënies me mua të marrin Krishtin dhe jo përralla. Duke u përqendruar te kjo gjë, unë përshtatem. Jo ti imponoj njerëzve atë që unë dua, por jam atje ku jetoj njerëzit duke ndërtuar ura lidhse. Duke ndërtuar ura lidhse nëpërmjet përshtatjes, unë mësoj se çfarë nevojash ata kanë. Duke mësuar se çfarë nevojash ata kanë, unë lejoj që ungjilli të shkoj drejt për drejt tek ata, duke më kushtuar mua kohë, sakrificë, para edhe përkushtim të plot. Duke u përqendruar tek nevoja e tyre, unë e vë veten në shërbim të tyre, mishërimi, të vësh veten në shërbim të tyre. Dhe në fund fare, mbasi kam bërë të gjitha këto hapa, unë kam arritur t'i shpall një personi, lajmin e mirë të Jezus Krishtit. Kjo është zemra e misionit të Perëndis për njeriun, kjo është zemra e misionit të Perëndis për kishën e tij. Le të lutemi. Zot, faleminderit për fjalën tënde, faleminderit Perëndi që na jep mundësinë të mblidhemi si kisha jote, të dëgjojmë nga fjala jote. Faleminderit Perëndi për ICF-n, faleminderit për zemrën që ke dhënë besimtarve në këtë kishë, faleminderit për drejtuesit e kishës. Lutem Perëndi për zemrën tënde të ungjillit, zemrën tënde të misionit që të jetë e gjallë në ICF Tirana. Lutem Zot që të përdorësh secilin prej nesh, edhe t'i flasësh zemrave tona sot, duke na mësuar që të mund të arrim ata që ti ke përgatitur, zemra, të mund t'i arrim Perëndi me besim misionarësh. Të jetojmë si besimtar misionar në bazë të asaj që ti na mëson, Zot. Faleminderit Perëndi për fjalën tënde, faleminderit për frymën tënde të shenjtë, edhe të lutem Perëndi, sill bekimin mbi këtë kishë, duke bërë që secili prej nesh të mund të eci në besim, ashtu si ti na thërret. Në emrin tënd të shenjtë Jezus unë lutem. Amen.